fillimisht Zoti ish problem diçka që ka syri se ka pa, madje as veshje njeriu se ka dëgjuar, as imagjinata njeriu nuk i bie fare ndërkohë në mend. Pra vetëm që është shumë, po as nuk mund të imagjinohet. Sado që mundohesh për te masat parametrat njerëzore. Mirë po, her pas here është konkretizu diçka si motivus. Ja, për shembull. Zatën edhe njerëzit ajo që ka më shumë i motivon dhe i nxit dhe i shtyn drejt realizimit dhe një projektit është ajo kur t'ja përmend koston. Po e bërë këta, krahas shpërblimit do e kish këta. Edhe kjo nxit, jo rastisht thot i dërguar Allahut në shumë hadithe, një për to, një ditë prej ditëve, para se të filloj beteja e një luftës, i dërguari Allah thot ngriu te kjo ofertë, te ky pazar, tregu i kësaj xhenetit sa gjerësia e qiellit dhe tokës. Ka tingëlluar tek sahabët, xheneti ka qenë diçka i ka tejkaluar për masat njerëzore. Nuk krahasohet me diçka që është kaluar se këtë dunjas. Xheneti, nëse marr pjesë në këtë kauz, xheneti sa gjerësia e qiellit dhe tokës, ka qenë duke ngrënë disa urma, edhe momentin është ndalë dhe ka reflektuar. Po ti haj këto edhe ti kafshoj, konsumoj, do zgate goxha minuta. I ka thonë që mos të mungojnë xhenet. E jo rastisht her pas here i dërgullojt ka përmend dhe ka konkretizu xhenetin, ka përgatitur Zoti për optet që ka syri s'ka pa, që ka vesh s'ka ndëgjuar. Të pakta minimumi që është ajo vija e kuqe që thuhet për një vepër të mirë me 10 shpërblime. 70, 700 edhe sa do Allah i madhëruar. Pra çdo vepër që mund ta bëjmë të mos heqim dorë prej saj. Çdo vepër që na mundsohet ose na krijohet mundësia për të përfshirë në një vepër të mirë, të mos heqim dorë sepse shpërblimi që nga jashtëzakonshëm. Tepër. Njerëzit kur garojnë për çështën e dunjas, imagjinoje 1 me 10. Po investove 100 euro, përballë kësaj do i kish 1000. Do e shishat njeriu, orvat, përpiqet, çfarë ambicie ka, vrullin e çelik, nga sa është e kapshme dhe e prekur. Po ato nuk krahasohen fare me shpërblimet e botës tjetër. Se sado këto janë të mira, këto ju skadojnë afati. Sado që janë të mira, momentin që e kupton, zbehet, zhbëhet, jo, i mençuri, mendon diçka që nuk i skadon afati. Këtë këto madhrat, artikujt, kemi për të gjetë në botën tjetër, nëse jemi të sinqertë, dhe i përvilmi krah duke bë punë dhe vepra të mira që ka e kënaqin Allahun e madhëruar.